Histori e vërtet. Një jetë mes dhimbjes, heshtjes, të dashurisë së ndaluar. Hyrje. Ky libër është bazuar në ngjarje të vërteta dhe në dhimbje që, fatkeqësisht, nuk i përkasin vetëm një gruaje, vetëm një familje apo vetëm një kohë. Brenda kësaj historie, shumë nëna, gra dhe vajza mund ta gjejnë një pjesë të vetës. Si viktima të heshtura, si dëshmitare të vuajtjeve të tjerave, apo si bartëse të historive që janë dëgjuar, parë dhe përjetuar në heshtje. Kjo nuk është vetëm një histori, e dhimbshme është një pasqyrë e një realiteti ku shumë femra janë rritur, duke dëgjuar më shumë urdhra se sa pyetje, më shumë gjykime se sa mirëkuptim, më shumë kërkesa për durim se sa thirrje për dinjitet. Është një rrëfim për ato zemra që janë detyruar të heshtin, për ato shpirtra që janë lënduar në emër të zakonit, familjes, moralit, apo fjalës së botës. Ky libër nuk është shkruar për nënshtrim, por për vetëdijësim. Nuk është shkruar për ta mbyllur femrën brenda dhimbjes, por për t'i kujtuar asaj se ka të drejtë të jetë vetvetja. Ka të drejtë të mendoj, të zgjedh, të flas, të kundërshtoj, të largohet nga ajo që thyen dhe të ndërtoj. Një jetë ku shpirti i saj merr frym lirshëm. Në këtë histori ka lot, humbje, padrejtësi, dashuri të ndaluar, gjykim, heshtje dhe ringritje. Por mbi të gjitha, ka një mesazh të qartë. Femra nuk lind për të jetuar në hijen e frikës. Ajo lind për të qenë njeri me dinjitet, me zë, me ndjenja dhe me të drejtë për lumturi. Nëse ky libër prek një zemër të heshtur, zgjon një mendje të lodhur, i jep gutësim një gruaje të flas, apo e bën një vajzë të kuptoj se jeta e saj nuk duhet të vendoset nga të tjerët, atëherë ky rrëfim e ka arritur qëllimin e tij. Autor Hysni Baliu. Redaktuar me ndihmën e inteligjencës artificiale. 10 korrigdimi e 26. Historia e dhimbshme. Kur zemra kërkon pak dritë, ajo quhej Mira. Ishte një vajzë e re, e rritur në një fshat të vogël, ku fjala e njerëzve shpesh peshonte më shumë se lotët e një vajze që e vogël kishte ndërruar një jetë të thjeshtë, një burr që ta donte, një shtëpi të qetë, fëmijë që të qeshnin në obor dhe një zemër që të mos jetonte me frikë. Por ëndrat e saj nuk i pyeti askush. Në shtëpinë ku rrit, vajza duhej të dëgjonte, jo të vendoste. Prindërit mendonin se po bënin më të mirën për të, por në të vërtet po ja caktonin fatin pa e pyetur zemrën e saj. Një ditë erdhën shkuesit. U fol për familjen, për nderin, për zakonet, për fjalën e dhënë, por askush nuk e pyeti Mirën nëse donte të martoj. Ajo ishte ende shumë e re. E martuan larg vendlindjes, në një vend ku nuk njihte askënd. Ditën kur doli nga shtëpia e babait, nëna qante, në heshtje, dërsa Mira e shikonte oborin për herë të fundit.
Sikur po I linte aty jo vetëm kujtimet, por edhe familjen e saj. Në fillim, martesa nuk ishte e keqe burri I saj. I liri, ishte I qetë dhe I butë. Nuk fliste shumë, por nuk ishte njeri I ashpër. Dalë nga dalë, mes tyre lindi një dashuri e pastër. Mira filloi të besonte se ndoshta fati nuk e kishte braktisur plotësisht. Ajo filloi ta shihte burrin, jo vetëm si njeriu që ja kishin zgjedhur të tjerët, por si dikë që mund ta donte me të vërtetë. Pas një kohe, Mira mbeti shtatzane. Ajo periudhë ishte me e bukura e jetës së saj. Çdo lëvizje e fëmijës në bark I dukej si premtim se jeta mund të bëhej më e mirë. I liri I rinte pranë, ja vendoste dorën mbi bark dhe buzëqeshte me gzim të qetë. Për herë të parë, Mira ndjeu se kishte një arsye të fortë për të jetuar. Por fati, ndonjëherë, e godet njeriun pikërisht në momentin kur ai fillon të buzëqesh. Ilirit I erdhi thirrja për të shkuar ushtar. Ai nuk donte ta lindte Mirën vetëm, sidomos në atë gjendje, por nuk kishte zgjedhje. U largua me premtimin se do të kthehej shpejt. Mira e përcoli me lot në sy, duke mbajtur dorën mbi barkun e saj. Fëmia lindi disa muaj më vonë. Ishte djalë Mira e mori në krah dhe për herë të parë qau nga lumturia. Por lumturia zgjati pak foshnja u sëmur rënd dhe megjithse familja bëri çfarë mundi, ai ndërroi jetë. Mira nuk e kuptoi si mund të fiket kaq shpejt një dritë që sapo kishte ardhur në jetë. Ajo e mbajti robën e vogël të djalit pranë zemrës dhe për ditë të tëra nuk foli me askënd. Pa kohë më vonë, erdhi lajmi tjetër I zi. Iliri kishte humbur jetën. Në një kohë të shkurtër, Mira humbi fëmijën dhe burrin. Ajo që dikur kishte qenë nuse re me shpresë, u kthye në një grua të re me shpirt të thyer. Pas varrimit, Mira u kthye te familja e saj. Mendoi se aty do të gjente ngushëllim, por edhe aty e priste një tjetër dhimbje. Në vend që ta përqafonin, filluan ta kontrollonin. Në vend që ta dëgjonin, I thoshin të heshtë. Babai nuk e lejonte të dilte shpesh nga shtëpia. Jeve, I thoshte ai, duhet të ruhesh nga fjala e botës. Por askush nuk e pyeste nga çfarë duhej të ruhej shpirti I saj. Ajo nuk ishte fajtore që burri I kishte vdekur. Nuk ishte fajtore që fëmia nuk kishte jetuar. Nuk ishte fajtore që jeta e kishte goditur aq rënd. Megjithatë, Mira u trajtua sikur mbante mbi shpinë një faj të padukshëm. Kaluan vite. Ajo jetonte në shtëpinë e prindërve, por ndihej si e huaj. Në mbrëmje dilte te dritarja dhe shikonte rrugën e fshatit. Vajzat e tjera martoheshin, bëheshin nëna, ndërtonin jetën e tyre. Ajo kishte mbetur pezull mes një të kaluare që I dhimbte dhe një të ardhmeje që nuk e pyeste. Një ditë, erdhën përsëri shkues. Këtëherë kërkesa erdhi nga një burr shumë më I madh në moshë. Ai quaj Sokol. Kishte pasur një martesë më parë dhe kishte fëmijë.
familje e mirës e pakët si mundësi për ta rregulluar përsëri jetën e saj. Askush nuk e pyeti nëse donte atë martesë. Askush nuk e pyeti nëse ishte gati. Vendimi u mor si gjithmonë nga të tjerët. Mira u martua për herë të dytë. Në fillim, ajo mundua të shpresonte. Mendoi se ndoshta në atë shtëpi do të gjente qetësi. Por shpejt e kuptoi se ishte futur në një jetë ku dashuria nuk ishte vend. Sokoli ishte i ftohtë, i ashpër dhe i mbyllur në veten e tij. Ai nuk e shihte Mirën si grua me shpirt, por si dikë që duhej të kujdesej për shtëpinë, për ushqimin, për fëmijët dhe për çdo gjë tjetër. Mira dëshironte të bëhej nën përsëri. Pas humbjes së djalit të parë, zemra e saj kishte mbetur me një plagë të hapur. Ajo ndjente se një fëmijë nuk do t'ja kthente atë që kishte humbur, por do t'i jepte një arsye të re për të jetuar. Por Sokoli nuk donte fëmijë të tjerë. Më mjaftojnë ata që kam, i thoshte ftohtë. Mira heshte, por brenda saj diçka qante. Ajo nuk kërkonte shumë, kërkonte vetëm të kishte një fëmijë që ta thërriste nën. Me kalimin e kohës, ajo mbeti shtatzane. Kur e mori vesh, Sokoli nuk u gëzua. Përkundrazi, u zemërua. Fjalët e tij u bën të rënda, sjellja e tij edhe më e ftohtë. Por Mira, për herë të parë pas shumë vitesh, ndjeu se po mbronte diçka të saj. Ajo solli në jetë një vajzë, e quajti Drita. Sepse për Mirën, ajo foshnishte vërtet dritë në mes të errësirës. Por lindja e vajzës nuk e zbuti Sokolin. Ai vazhdoi të ishte ftohtë. Shpesh i ashpër dhe i padrejt. Mira punonte gjithë ditën. Kujdesej për vajzën, për shtëpinë, për fëmijët e tij, por askush nuk e falënderonte. Në atë shtëpi, ajo ishte pranishme për të gjithë, por askush nuk ishte i pranishëm për të. Vitet kaluan dhe Mira filloi të shuhej ngadalë. Nuk e humbi jetën, por humbi gëzimin. Nuk e humbi zërin, por humbi dëshirën për të folur. Nuk e humbi zemrën, por e mbylli thellë brenda vetës. Deri një ditë, në jetën e saj hyri dikush që nuk e pasi shërbëtore. As si grua të thyrë, as si njeri pa të drejtë për lumturi. Ai quhej Adrian. E takoj rastësisht në një udhëtim për në qytet. Ai foli me respekt, e dëgjoi me vëmendje. Nuk i tha fjalë të mëdha, por mënyra se si e shikonte bëri Mirën të ndihej përsëri njeri. Pas shumë vite shtje, ajo ndjeu se dikush po e dëgjonte pa e gjykuar. Në fillim, ajo freksua nga ndjenjat e veta, e dënoi veten në heshtje. Tha se nuk kishte të drejtë të ndjente asgjë. Por zemra nuk pyet gjithmonë rregullat që ia vendos jeta. Ajo filloi të priste rastet kur do ta shihte përsëri. Filloi të ndjente rrahje të harruara. Filloi të kuptonte
se brenda saj nuk kishte vdekur gjithçka. Një ditë, Adriani i tha: "Ti ke sy që kanë qarë shumë, por ende din të duan." Mira uli kokën. Ajo fjali ja preku shpirtin më shumë se çdo fjalë tjetër. Sepse për vite me radhë, askush nuk ishte parë lotët e saj. Të gjithë kishin parë vetëm detyrat e saj, heshtjen e saj, durimin e saj. Por askush nuk ishte parë gruan që po humbiste brenda asaj heshtjeje. A ishte kjo dashuri e ndaluar? Ndoshta po. Por a ishte zemra e saj fajtore që kërkonte pak, ngrohtësi pas një jete të ftohtë? Kjo është pyetja që mbetet pezull. Sepse ndonjëherë njeriu nuk dashurohet për të tradhtuar dikë. Ndonjëherë dashurohet sepse për herë të parë pas shumë vitesh dikush ja kujton se ende është gjallë. Pjesa e dytë, kur zemra zgjohet nga heshtja. Pas fjalëve të Adrianit, Mira nuk ishte më e njëjta. Ajo u kthye në shtëpia të mbrëmje, por mendjen e kishte diku tjetër. Në fytyrë përpiqej të ruante qetësinë, ndërsa brenda saj kishte filluar një stuhi e madhe. Nuk ishte vetëm dashuri, ishte frikë, faj, dëshirë, mall dhe një pyetje që nuk i ndaj: a kam edhe unë të drejtë të jem e lumtur? Sokoli, si gjithmonë, nuk vuri re asgjë për të. Mira ishte aty për të gatuar, për të pastruar, për të kujdesur për fëmijët dhe për të mos bërë pyetje. Ai nuk e pyeti asnjëherë pse sytë e saj dukeshin të lodhur, pse buzëqeshja ishte zhdukur apo pse shpesh rinte gjatë pranë dritares duke parë larg. Por Mira, për herë të parë pas shumë vitesh, nuk dihej krejtësisht e vdekur brenda vetes. Fjalët e Adrianit i rrinin në mendje si një dritë e vogël në fund të një korridori të errët. Ajo ende kishte frikë, por zemra e saj kishte filluar të zgjohej. Takimet me Adrianin nuk ishin të shpeshta. Ata nuk ishin guxim të dilnin hapur, sepse në një vend të vogël, sytë e njerëzve janë gjithmonë më të shpejtë se e vërteta. Por kur rastësisht takoheshin në qytet, në treg apo pranë stacionit, mjaftonin pak minuta që Mira të ndihej ndryshe. Adriani nuk e shtynte drejt asgjëje. Nuk i kërkonte premtime, nuk i kërkonte të ikte, nuk i fliste me fjalë të mëdha. Ai vetëm e dëgjonte dhe për Mirën. Të dëgjohej ishte diçka që nuk e kishte përjetuar prej vitesh. Një ditë, ajo i tha: kam frikë nga vetja. Kam frikë se po ndjej diçka që nuk duhet. Adriani e shikoi qetë. Doshta nuk duhet të kesh frikë nga ndjenja, duhet të kesh frikë nga jeta që të ka detyruar të varrosësh zemrën tënde për së gjalli. Mira nuk foli, vetëm uli kokën. Ajo fjalë e goditi thellë, sepse ishte vërtet. Për vite me radhë, ajo më kishte jetuar, vetëm kishte mbijetuar. Në shtëpi, gjërat po bëheshin gjithnjë më të rënda. Sokoli ishte bërë edhe më i ftohtë. Fëmijët e tij nga martesa e parë ishin rritur, por disa prej tyre shikonin Mirën si të huaj. Vajza e saj, Drita, dhe djali i vogël ishin të vetmi që ja mbanin zemrën gjallë. Për ta, Mira duronte shumë, duronte fjalë të rënda, heshtje,
përbuzje dhe net të gjata pa gjumë. Shpesh thoshte me vete, nuk po jetoj për vete, po jetoj për fëmijët. Por një mbrëmje, kur Sokoli ofendoi rënd para fëmijëve, diçka brenda saj u thye drita. Ende vogël, ju afrua nënës dhe e pyeti: "Nën, pse babai të flet gjithmonë keq?" Mira mbeti pa përgjigje. Ajo kuptoi se fëmijët nuk po shihnin vetëm dhimbjen e saj. Ata po mësonin se dhimbja ishte normale. Po mësonin se një grua duhej të duronte gjithçka. Atë natë, Mira qau në heshti. Por lotët e saj nuk ishin më vetëm lot dhimbjeje, ishin edhe lot vendimi. Të nesërmen, Mira shkoi në qytet. Nuk i tha askujt se ku po shkonte, me hapat ngadalt, por me zemër që i rrith fort, hyri në një zyrë ku gratë kërkonin këshilla dhe ndihmë për problemet familjare. Për herë të parë, ajo tregoi historinë e saj nga fillimi. Tregoi për martesën e parë, për humbjen e fëmijës, për vdekjen e Ilirit, për kthimin në shtëpinë e babait, për martesën e dytë, për dhunën psikologjike, për frikën dhe për vitet e gjata të heshtjes. Gruaja që dëgjoi nuk e ndërpreu, nuk e gjykoi, vetëm i tha: "Ti nuk je fajtore pse ke vuajtur, por ke të drejtë të mos vazhdosh të jetosh në vuajtje." Mira dëgjoi këtë fjalë dhe ndjeu sikur dikush ja hoqi një gur nga kraharori. Për herë të parë, dikush nuk i tha duro. Për herë të parë, dikush nuk i tha: "Mendo çfarë thon njerëzit." Për herë të parë, dikush i tha se edhe ajo kishte të drejtë të jetonte. Pas asaj dite, Mira filloi të ndryshonte ngadalë. Nuk u bë menjëherë fort, sepse forca nuk vjen si rrufe. Ajo rritet pak nga pak, si drita e mëngjesit. Filloi të fliste më pak me frikë dhe më shumë me qartësi. Filloi të mbronte fëmijët kur Sokoli ngrinte zërin. Filloi të kuptonte se heshtja e saj nuk kishte sjell paqe, kishte sjell vetëm më shumë padrejtësi. Kur e takoi përsëri Adrianin, ai e pa në sy dhe e kuptoi se diçka kishte ndryshuar. "Jo më ndryshe sot", i tha. "Kam filluar të mendoj për jetën time", u përgjigj Mira. "Dhe kjo të tremb shumë, por prap po ecën", tha Adriani. Mira buzëqeshi lehtë. Ishte një buzëqeshje e vogël, por e vërtet. Ajo nuk po vraponte drejt një dashurie të re për të harruar dhimbjen. Ajo po mësonte të ecte drejt vetes. Dhe ndoshta kjo ishte dashuria më e madhe që kishte munguar gjithmonë. Ditët që pasuan ishin të vështira. Sokoli e ndjeu se Mira nuk ishte më gruaja e dikurshme që ulte kokën për çdo fjalë. Kjo e zemëroi. Ai filloi ta kontrollonte më shumë, ta pyeste ku shkonte, me kë fliste, pse vonoi. Por Mira, edhe pse kishte frikë, nuk u kthye më në heshtjen e vjetër. Një mbrëmje, pas një debati të rënd, ajo i tha: "Nuk jam shërbëtorja jote, jam njeri. Jam nën, jam grua, kam duruar shumë, por nuk dua që fëmijët e mi të rritën duke menduar se fyrja është familje." Sokoli qeshi me përbuzje: "Ku do të shkosh ti? Kush të mban ty?" Kjo fjali dikur do ta kishte rrëzuar, por atë natë Mira e ndjeu veten çuditërisht të qetë. "Më mban Zoti",
Më mban puna ime dhe më mban shpirti që nuk dua ta vras më. Tha ajo. Për herë të parë, Sokoli nuk gjeti fjalë më njëherë, sepse përballë tij nuk ishte më vetëm një grua e friksuar. Ishte një grua që kishte filluar të zgjojë. Me ndihmën e disa grave të mira dhe me mbështetjen e fshehtë të një kushërire, Mira filloi të përgatiste largimin. Nuk ishte vendim i lehtë. Nuk ishte as vendim i marrë nga zemërimi. Ishte vendim i lindur nga vite të tëra dhimbjeje. Ajo nuk donte hakmarrje, nuk donte luftë. Donte vetëm një jetë ku fëmijët të flinin pa frikë dhe ku ajo të zgjohej pa ndjerë peshën e përbuzjes. Adriani, kur e mori vesh, nuk i tha, eja te unë. Përkundrazi, i tha, mos u largo për mua, largo për veten dhe për fëmijët e tu. Vetëm atëherë çdo dashuri që vjen më pas do të jetë e pastër. Këto fjale bën Mirën ta respektonte dhe më shumë. Ajo e kuptoi se Adriani nuk donte ta merrte nga një varësi për ta futur në një tjetër. Ai donte që ajo të bëhej e lirë. Dhe liria, për Mirën, ishte fjala më e bukur dhe më e frikshme që kishte dëgjuar donjëherë. Një mëngjes, Mira mori fëmijët dhe u largua. Nuk mori shumë gjëra me vete. Vetëm disa rroba, dokumentet, disa fotografi të vjetra dhe rrobën e vogël të djalit të parë, të cilën e kishte ruajtur gjithë jetën si plagë dhe kujtim. Kur doli nga dera, nuk u kthye menjëherë pas. Kishte frikë se nëse do ta shikonte shtëpinë edhe një herë, do t'i dobësoheshin gjunjët. Drita e mbante për dorë, ndërsa djali ecte pranë saj me një çantë të vogël në shpinë. Nën, ku po shkojmë? Pyeti vajza. Mira u ndal, u ul në gjunjë dhe e përqafoi. Po shkojmë atje ku zemra nuk ka frikë, bija ime. Drita nuk e kuptoi plotësisht, por e shtrëngoi fort nënën. Ndoshta fëmijët nuk i kuptojnë gjithmonë fjalët e mëdha, por e ndjejnë kur një nën vendos të shpëtojë jetën e tyre. Atë ditë, Mira nuk e dinte çfarë priste, por e dinte çfarë po linte pas. Muajt e parë ishin të vështirë. Mira jetoi në një dhomë të vogël me fëmijët. Punonte ku të mundej, pastronte shtëpi, çepte rroba, ndihmonte në një kuzhinë të vogël dhe pranonte çdo punë të ndershme. Ishte e lodhur, por çuditërisht dihej më qetë se më parë. Në mbrëmje, kur fëmijët flinin, ajo ulej pranë dritares dhe mendonte për rrugën që kishte kaluar. Kishte humbur shumë, por për herë të parë pas shumë vitesh, nuk e ndjente veten pronta askujt. Adriani vazhdonte të takonte her pas here, por gjithmonë me respekt. Nuk e nxitonte, nuk i kërkonte përgjigje, vetëm i qëndronte afër si mik, si njeri që e donte pa e burgosur. Një ditë, Mira i tha, nuk dua të jem më grua që shpëton nga një burr duke u mbështetur te një burr tjetër. Adriani buzëqeshi. Atëherë bëhu fillimisht vetvetja.
nuk jam këtu për të të shpëtuar. Jam këtu vetëm nëse një ditë do të heqesh pranë meje. Kaluan 2 vite, Mira ndryshoi shumë. Jo sepse dhimbja u zhduk, por sepse ajo mësoi të mos jetonte më nën hijen e saj. Fëmijët u rritën më të qetë. Drita filloi shkollën dhe shpesh i thoshte nënës: kur të rritem, dua të jem e fortë si ti. Mira qeshte, por sytë i mbusheshin me lotë. Ajo nuk e kishte parë kur veten si të fortë. Për shumë vite kishte menduar se ishte vetëm një grua që duronte. Por tani po kuptonte se nga njëherë forca më e madhe nuk është të durosh pafund, por të thuash mjaft. Adriani nuk u largua, ai priti me qetësi, me durim pa e ngutur. Kur Mira më në fund e ndjeu se nuk po kërkonte më shpëtim, por dashuri të vërtet i lejoi vetes ta pranonte atë që kishte ndjer prej kohësh. Një mbrëmje, pranë lumit, ajo i tha: nuk e di nëse di të dua pa frikë. Adriani ja mori dorën. Atëherë do ta mësojmë nga dalë. Dashuria e tyre nuk ishte si dashuritë e porrallave. Ishte më e qetë, më e pjekur dhe më e kujdesshme. Ata nuk premtuan se jeta do të ishte e lehtë. Premtuan vetëm se nuk do ta lëndonin njëri tjetrin me heshtje, me përbuzje, apo me mungesë respekti. Mira nuk e harroi të kaluarën. Ajo e mbante me vete, por jo më si zinxhir. E mbante si dëshmi se kishte kaluar në për errësirë dhe prap kishte gjetur dritë. Një ditë, drita e pyeti: nën, a je lumtur tani? Mira e shikoi vajzën, pastaj djalin që luante pranë saj, pastaj Adrianin që qëndronte pak më larg, duke mos ndërhyrë në bisedën e tyre. Ajo buzëqeshi dhe tha: po, bia ime, jo sepse jeta u bëhe për kryer, por sepse më në fund nuk kam frikë të marr frymë. Dhe atë ditë, Mira e kuptoi se lumturia nuk është gjithmonë ajo që ndërrojmë në fillim. Ndonjëherë lumturia është thjesht të zgjohesh në mëngjes pa frikë, të dëgjosh zërin e fëmijëve dhe të dish se zemra jote, pas gjithë atyre plagëve, ende di të doj.